Kategoria e radhës është Travel and Tour Guide of the Year. Për gjithë guida turistike, tu shikojmë se cili është fituesi që vlerësohet në këtë eveniment të parë të Shkodra Tourism Awards. Për dhënë këtë çmim, kam kënaqësinë që të mirëpres zotin Fisnik Dragusha nga tur operatorët e turizmit në Kosovë. Fillimisht është shumë kënaqësi me qenë në mesin tuaj. Faleminderit Gentit për një organizim fantastik dhe specifikisht në një ambient tillë siç është këtu. Faktikisht unë jam Dragusha dhe vij nga rrethina e Shkodrës, nga një prind baba që është hotelier, dhe kam lind në këtë industri dhe patjetër që e kam vazhdu dhe mbaj mend në 2010 kam qenë kënej pari në një angazhim me National Geographic, të cilët kanë ndihmu gjithë rajonin realisht, Western Balkans ose Ballkanin Perëndimor për të ngritë në nivelet e turizmit që tani më deshti fati që të jam prezent dhe jam shumë i privilegjuar që jam këtu për të ndarë këtë çmim dhe për të qenë pjesë e jurisë për të vlerësuar realisht disa nga ato biznese që kanë qenë edhe atëherë aktive, por edhe disa të reja që pash që kishin ecë në nivele shumë të mira profesionale dhe jam shumë i kënaqur për këtë. Edhe ftoj gjithë të bashkëpunojmë me ne kemi edhe një zyrë në Zvicër dhe po sjellim turist vazhdimisht. Ata turistë që kanë lek, ta cekë kështu, specifikisht. Ata që duam, turisti që duam, po? Okej. Realisht, guidat dikojnë shumë që turistët të vinë prapë tek ne, të secili biznes. Andaj për kategorinë Travel and Tour Guide of the Year, vlerësuar për profesionalizmin, njohjen e thellë të destinacionit dhe përkushtimin në ofrimin e eksperiencave autentike dhe të personalizuara për vizitorët, kam derin që ta thras Thethi Adventures. Urime, bravo i qoftë. Dy fjalë. Përshëndetje gjithëve. Ashkësi jona për këtë vlerësim. Në fakt gjithçka ka nisë vetëm një vit më parë, kështu që ky vlerësim është i treguar që në rrugën e duan. Autenticiteti, kualiteti dhe përgjegjësia të njëjtën kohë duke mbrojtur turizmin dhe natyrën, besoj që gjithë do dalin fitues. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit.